Përshëndetje, takohemi në kanalin YouTube Finetlink tashmë për pjesën e dytë të koncepteve bazë të rutimit. Në pjesën e parë kemi shpjeguar se si rutrat bëjnë përcaktimin e rrugës më të mirë për dërgimin e paketave në destinacion. Kemi shpjeguar se si rutrat i bëjnë forward paketave për në destinacion dhe pastaj kemi marrë me disa nga konfigurimet bazë në rutër duke rikujtuar disa nga këto konfigurime dhe ajo çfarë do merremi në këtë pjesë do të jetë me përshkrimin e strukturës së tabelës së rutimit dhe pastaj do të bëjmë një krahasim me dy koncepteve të rutimit statik dhe atij dinamik. Një pyetje qëndron, se si një router din se ku duhet i dërgoj paketat. Për këtë, ai krijon një tabelë rutimi bazuar në informacionet që merr nga rrjeti dhe se ku është i lokalizuar ky rrjet. Një tabelë rutimi përmban një listë rrugësh të cilat njohin rrjetet nëpërmjet prefikseve dhe gjatësisë së prefiksit dhe burimi i informacionit pastaj që merret nga këto tabela rutimi na përshkruajnë edhe se çfarë lloj rrjetesh kemi dhe se si i mësojmë këto rrjete. Ndaj, në rrjetin e kemi, po t'i referohemi rrutrit të parë në këtë figurë, ne kemi rrjetet direkt të lidhur, të cilët janë rrjetet të cilët janë të lidhur me routerin dhe shtojnë tabelën rutimit në momentin që ndërfaqja e routerit aktivizohet me një adresë IP dhe adresa IP e ndërfaqjes që i përket atij rrjeti shërben si default gateway për rrjetin në të cilin kjo ndërfaqje është e lidhur. Kemi dhe rrugët statike, të cilët janë rrugët manualisht të konfiguruar nga administratori dhe kemi edhe rrugët dinamike, të cilët janë të mësuar nëpërmjet protokolleve të rutimit dinamik. Në figurë që ndodhet në slide, kemi routerin 1 dhe routerin 2, të cilët të dy përdorin protokollin e rutimit Open Short Path First për të ndarë informacion e rutimi nëpërmjet tyre dhe si shtesë routeri i dytë ka të konfiguruar edhe një rrugë statike e cila dërgon informacionin dhe komunikon me ISP. Ndaj, po të japim me komandën show IP route në të dy rutrat dhe do të vëmë re që do të na listohet tabela e rutimit dhe në varësi të kodeve ne jemi në gjendje të identifikojmë se si janë mësuar këtë rrugë. Për shembull, kodi L identifikon adresat të përcaktuar në një ndërfaqe routeri dhe i lejon routerit të përcaktoj në momentin që ai merr paketën se në cilën ndërfaqe duhet të dërgoj të paketë. Ti bëj forward, kodi C identifikon rrjetet direkt të lidhur me routerin, kodi S identifikon një rrugë statike krijuar për të arritur një rrjet specifik, kodi O përcakton rrugët të cilat janë mësuar në mënyrë dinamike dhe në këtë rast kodi O tregon që është mësuar me anë të protokollit Open Short Path First si protokoll rutimi, ndërsa rruga e cila ka një yll është rruga kandidate për default route dhe vihet re që tek routeri i dytë të gjitha këto kodet janë të listuara këtu dhe tregon në rrjetet direkt të lidhur me cilën ndërfaqe lidhet dhe IP-ja e ndërfaqes. Dhe në routerin e dytë vihet re që rruga kandidate si default route është rruga statike e konfiguruar vetë nga administratori për të arritur Internet Service Provider. Dhe duhet kemi parasysh se janë 3 principe bazë për sa i përket tabelës së rutimit për dërgimin e paketave për në destinacion. Dhe këto adresohen me anë të konfigurimeve që i realizohen në router dhe këto konfigurime mund të jenë konfigurime statike
ose dinamike për rutimin e të dhënave në rrjet nga burimi për në destinacion. Dhe këto janë të listuara edhe në këtë tabel, ku secili router merr vendime bazuar në informacionet që ai ka në tabelën e rutimit dhe pastaj ky informacion i cili ndodhet në tabelën e rutimit të një ruteri nuk do të thotë se do të jetë e njëjtë me informacionin që ndodhet në tabelën e rutimit të një ruteri tjetër, sepse secili router krijon tabelën e tij të rutimit në varësi të dhënave që ai mbledh në rrjet dhe pastaj duhet të kemi parasysh se informacioni i rutimit për një rrugë nuk ofron edhe informacion për kthimin e rutimit, pra nuk funksionon fakti që ti dërgove në këtë rrugë destinacion për në destinacion nuk do të thotë që atë rrugë duhet ta përdorë destinacionin për të dërguar të dhënat e tij. Ai fillon dhe rikrijon nga fillimi rrugën e vet, idenë e dërgimit të dhënave. Si administrator rrjeti është e rëndësishme të interpretosh tabelën e rutimit për të dy rrjetet, rrjetin IPv4 dhe rrjetin IPv6. Dhe pikërisht në këtë figurë afishohet një hyrje në një tabelë rutimi për të dy rrjetet dhe ky është në rastin e routerit 1 për të njohur rrjetin remote 10.0.4.0/24 apo rrjetin D001 DB8 ACAD4/64. Të dyja këto rrugë VH3 që janë të mësuara në mënyrë dinamike me anë të protokollit Open Short Path Port. Le të shikojmë se çfarë përmban një hyrje në tabelën e rutimit. Në këtë rast përmban 1. Tregon formën se si është mësuar kjo rrugë. 2. Tregon rrjetin e targetuar, pra rrjetin destinacion, duke përfshirë edhe subnet maskën. 3. të tregon distancën administrative. 4. tregon metrikën, që është një vlerë e cila tregon rrugën më të mirë ndërmjet disa rrugëve të cilët ekzistojnë. 5. të tregon hopin pasardhës. 6. të tregon kohën kur është shtuar kjo në tabelë, kjo rrugë në tabelë, ndërsa pjesa e 7 tregon ndërfaqen dalva portën fizike nga ku do të dalin paketet. E njëjta gjë është edhe për IPv6, tregon të njëjtat të dhëna, thjesht janë në formatin e rrjetit IPv6. Para se një rrjet të mësoj për rrjeteve remote, ai duhet të paktën të ketë një ndërfaqe aktive të konfiguruar me një adresë IP dhe subnet mask. Dhe në momentin që ky router ka të konfiguruar një ndërfaqe të tij, atëherë rrjeti i cili është i lidhur me këtë ndërfaqe njihet si rrjet direkt i lidhur me routerin. Routerat i shtojnë këto rrjete direkte të lidhur në tabelën e të rutimit që në momenti kur konfigurohet ndërfaqja dhe ajo aktivizohet. Një rrjet direkt lidhur në tabelën e rutimit, në momentin që ne në command line afishojmë tabelën e rutimit, identifikohet me anë të kodit C. Dhe ai gjithashtu rruga përmban gjatësinë e prefiksit up dhe prefiksin e rrjetit. Ndërkohë në momentin që shtohet në tabelën e rutimit rrjeti direkt i lidhur, krahas kësaj shtohet edhe rruga lokale për çdo rrjet direkt të lidhur, i cili indikohet me anë të statusit të kodit L. Kjo është adresa IP e cila i përcaktohet ndërfaqes në të cilin është lidhur rrjeti direkt me routerin. Për një rrjet IPv4, gjatësia e prefiksit është në
kodi L është /32 dhe në rastin e rrjetit IPv6 rruga lokale pra përcaktohet me anë të gjatësisë së prefiksit /28. Kjo do të thotë që adresa IP destinacion e paketës duhet të përputh të gjithë bitet që ndodhen me në rrugën lokale për të përcaktuar rrugën më të mirë për dërgimin e paketave. Qëllimi i krijimit të rrugës lokale është që në mënyrë efektive të përcaktohet në momentin që merr një paket, tek cila ndërfaqe duhet t'i bëj forward paketës. Nga ana tjetër, krahas rrugëve dinamike, theksuam që kemi dhe rrugët statike, sepse në momentin që në router shtohen rrugët direkte të lidhura në tabelën e tyre të rutimit, atëherë lind nevoja që të shtohen edhe rrugët statike dhe dinamike për aksesimin e rrjeteve remote. Rrugët statike konfigurohen në mënyrë manuale. Ato përcaktojnë një rrugë eksplicite midis dy pajisjeve rrjeti. Ndryshe nga protokollet e rutimit dinamik, rrugët statike nuk updatohen në mënyrë automatike dhe duhet të rikonfigurohen në mënyrë manuale në qoftë se kemi ndryshim në topologjinë e rrjetit. Përfitimi i përdorimit të rrugëve statike përfshin sigurinë e përmirësuar dhe në reduktimin e eficiencës së rrjetit. Rrugët statike përdorin më pak bandwidth se rrugët të cilët përdorin dinamike me anë të përdorimit të protokollave të rutimit dinamik dhe nuk kanë nevojë për ciklet CPU-je për të përdorur sa herë për të bërë kalkulimin dhe komunikimin e rrugës. Por, disavantazhi kryesor i përdorimit të rrugëve statike është mungesa e rikonfigurimit, pra rikonfigurimit dinamik në qoftë se kemi ndryshime në topologjinë e rrjetit. Por ka 3 përdorime kryesore të cilët janë të listuar edhe në këtë slide. Ofron mirëmbajtje të tabelës së rutimit në rrjete të vegjël që nuk pritet të rriten në mënyrë të konsiderueshme, përdor një rrugë default për të paraqitur rrugë në rrjete të cilat nuk kanë përputhje me ndonjë rrugë tjetër të listuar në tabelën e rutimit dhe rrugët default përdoret për të dërguar trafik në çdo destinacion i cili ndodhet jashtë routerit next upstream. Dhe në qoftë se kemi rrjetet stub networks, atëherë përdoret rrugët statike ku një rrjet stub është ai rrjet i cili aksesohet nga një rrugë e vetme dhe routeri ka vetëm një fqinj, gjë që tregohet edhe në këtë figurë. Ja, për shembull, në këtë figurë tregohet një shembull një stub network, vihet re që çdo rrjet i cili është atachuar routerit 1 do të thotë që kanë vetëm një rrugë për të arritur destinacionin nëpërmjet routerit të dytë. Kjo do të thotë që rrjetet 10.0.1.0/24 dhe 10.0.2.0/24 janë rrjet stub network për routerin 1 dhe vetë routeri quhet një stub router. Dhe në këtë shembull, rruga statike mund të konfigurohet në routerin e dytë për të arritur rrjetet që ndodhen në routerin 1, sepse routeri 1 ka vetëm një mënyrë dhe një rrugë të vetme për të arritur routerin 2 dhe gjithë trafiku që ndodhet në rrjetet e stub networks duhet të kalojë nëpërmjet routerit të dytë për të arritur pastaj rrjetet që ndodhen përtej routerit të dytë.
Ndërkohë, kemi edhe rrugët statike që t'i tregojmë se si janë të afishuar në tabelën e trimit. Ndaj, për të demonstruar një rrugë statike, ne të përdorim këtë topologji e cila ndodhet në figurë, e cila tregon vetëm një lanë të ataquar në secilin router dhe figura tregon rrugën statike për rrjetet IPv4 dhe IPv6 të konfiguruar në routerin 1 për të arritur destinacionin 10.0.4.0 për rrjetin IPv4 dhe 001.db8 ACAD4/64 për rrjetin IPv6. Thjesht komanda shpërdoret thjesht për demonstrim, nuk do ta diskutojmë për momentin, thjesht tregohet se si listohet, konfigurohet rruga statike për të shtuar në tabelën e rutimit. Dhe pastaj këtu është edhe outputi, i cili tregohet në momentin që përdorim komandën show IP route static për rrjetin IPv4 dhe IPv6. Dhe vjet re që routeri 1 ka vetëm një hyrje për të arritur destinacionet për të dy rrjetet IPv4 dhe IPv6 në routerin 2. Ndërkohë vjet re që të dy hyrjet në tabelën e rutimit përdorin kodin e njohjes së rrugës S, që tregon që rruga është mësuar në mënyrë dinamike, gjithashtu ata përfshin adresën IP të Next Hop Router dhe në çdo rrugë në fund tregohet edhe parametri statik në momentin kur ne bëjmë komandën show IP route. Pra, në momentin që shtojmë komandin statik, afishojmë vetëm rrugët statike të tabelës së rutimit. Ndryshe nga tabela nga ajo statike, kemi edhe protokollet e rutimit dinamik, të cilët përdorim për të mësuar rrugët në mënyrë automatike dhe në mënyrë automatike këto të shtohen tashmë në tabelën e rutimit. Avantazhi kryesor i përdorimit të protokolleve të rutimit është aftësia e tyre për të zgjedhur rrugën e tyre më të mirë dhe aftësia e tyre që në mënyrë automatike të bëjë zbulimin e një rruge tjetër më të mirë nëse se ka ndryshime në topologjinë e rrjetit. Zbulimi i rrjetit është një aftësi e protokolleve të rutimit, me anë të së cilës ato ndajnë informacione për rrjetet të cilët ato njohin me ruterat e tjerë me të cilët ato komunikojnë dhe që përdorin të njëjtën protokoll rutimi. Në vend që të varet në konfigurimin manual, siç varej konfigurimi i rrugëve statike, për njohjen e çdo rrjeti remote në secilin router, protokollet e rutimit i lejojnë ruterave që në mënyrë automatike t'i mësojnë këto rrjetet remote nëpërmjet routerave të tjerë. Këto rrjete pastaj dhe rruga më e mirë e secilave shtohet në tabelën e rutimit dhe identifikohen si rrjete të mësuar nga një protokoll rutimi specifik. Gjë që tregohet në figurën ku kemi routerin 1 dhe routerin 2, të cilët përdorin të njëjtën protokoll rutimi për të ndarë informacione për rrjetet me të cilët ato janë lidhur me njëri tjetrin. Dhe siç treguam në shembullin më përpara ku konfiguruam rutimin statik për të arritur destinacionet, tashmë i konfigurojmë sikur këto destinacione janë mësuar nëpërmjet Open Short Path First si protokoll rutimi dhe shtohen në mënyrë dinamike në router. Gjë që përdorim komandën show IP route dhe vihet re që tashmë destinacionet të cilët më përpara mësuan nëpërmjet rutimit statik, tashmë mësohen nëpërmjet rutimit dinamik, Open Short Path First. Dhe kjo e tregon edhe kodin në fillim, kodi O.
Dhe gjithashtu rikujtojmë që kemi edhe rrugët default, dhe këto rrugët default janë njësoj si default gateway në një host, ku rruga default specifikon routerin next hop, pra pasardhës, i cili përdoret kur në tabelën e rutimit nuk përmbahet ndonjë rrugë e cila i përputhet adresës destinacion IP të paketës e cila po udhton në rrjet. Një rrugë default mund të jetë statike ose dinamike dhe në rastin e rrjetit IPv4 hyrja e saj është të gjithë oktetet 0 dhe subnet maska 0 dhe për IPv6 të gjithë hekstetet janë 0 dhe gjatësia e prefiksit është 0. Kjo do të thotë që nuk asnjë bit nuk është nevoja të përputhet adresës IP destinacion për të dërguar këto të dhëna në adresën në rrugën default route. Shumica e routerëve enterprise ka një default route në tabelën e tyre të rëtimit. Një router, siç është për shembull home router apo router të cilët përdoren small office, të cilët njihen si Soho routers, dhe që kanë vetëm një LAN, ato mund të arrijnë të gjithë rrjetet remote nëpërmjet një default route të vetëm. Kjo është e nevojshme atëherë kur routeri ka vetëm një rrjet direkt të lidhur me të dhe ka vetëm një dalje për tek service provider, gjë që tregohet edhe në këtë figurë. Siç vihet re, është vetëm një ndërfaqe që lidh në routerin 2 që lidhet me internet service provider, ndaj routeri 1 dhe routeri 2 përdorin OpenShotPFS për të ndarë informacione rutimi mes njëri tjetrit për të njohur rrjetet që cilët ndodhen në rrjet, ndërkohë theksojmë që routeri 2 ka të konfiguruar në mënyrë statike rrugën default për të arritur internet service provider. Dhe routeri 2 duhet të bëj forward të gjithë paketave me një destinacion adresa IP që nuk përputhet me asnjë nga hyri që ndodhen në tabelën e rutimit dhe në qoftë se s'ka përputhje atëherë i dërgon të gjithë për në rrugën e tij default, gjë që i çon direkt për në routerin e internet service provider. Dhe të gjithë këto janë paketa të destinuara për të aksesuar internetin. Në momentin që ne bëjmë show IP route, ne mund ta identifikojmë default route me anë të shenjës së yllit. Dhe në afishim vihet re që kemi të dy default route për rrjetin IPv4 dhe rrjetin IPv6. Ndërkohë ne flasim për strukturën e tabelës së rutimit për të dy llojet e rrjeteve, IPv4 dhe IPv6. Tabela e rutimit në rrjetin IPv4 ka një strukturë të tillë e cila njihet si struktura classful dhe bazohet në klasat e adresave IPv4. Në momentin që ne përdorim komandën show IP route, ne jemi në gjendje që të vëmë re rrjetet direkt të lidhur, rrjetet remote dhe nëse kemi rrugë statike dhe rrugët default. Por duhet kemi parasysh se struktura e adresës e tabelës rutimit në rrjetin IPv4 është një strukturë classful, ku të gjitha hyrjet e rrugëve direkte të lidhur njihen si child route. Sepse një rrugë hyrëse në tabelën e tretë ka tendencë të identifikohet si një subnet i një classful address. Ndaj, theksojmë edhe një herë që rrjetet direkt të lidhur do të jetë gjithmonë të identifikuar si child routes, sepse adresa lokale e tyre në ndërfaqe gjithmonë të futet si hyrje në tabelë /32. Një rrugë child do të përfshirë edhe burimin dhe
informacioni se ku do t'ju bëhet forwarding, që është hopi pasardhës. Ndërsa Classful Network Address do të tregohet sipër në hyrje të rrugës, të rrugëve, pra, siç tregohet në këtë slide. Pra, vihet re që Classful Network Address është gjithë 10.0.0.0/8 dhe është ndame në 8 subnete. Këto 8 subnetet janë pikërisht rrugët direkte të lidhur në rrugët dhe rrugët lokale, ku përfshin për secilën rrugë child kemi për secilën rrjet direkt të lidhur kemi 2 child, kemi rrjetin direkt të lidhur, në këtë rast është 10.0.1.0/24 nëpërmjet ndërfaqes dhe rrugën lokale që tregon ndërfaqe me të cilën është lidhur rrjeti direkt. Pra 10.0.1.1/32 në të njëjtën ndërfaqe. Pra, në qoftë se ne do të kemi për shembull 3 rrjete të lidhur, ne do të kemi një rrjet I cili do të quhet edhe parent, adresa parent, dhe pastaj do të jeni listuar më poshtë 6 rrjetet e lidhur. Pra, I 3 direkt lidhur me kodin C dhe 3 lokal. Ishte për sa I përket strukturës tabelës rrotimi të projektit në IPv6, duhet të kemi parasysh që Classful Addressi nuk ka qenë asnjëherë pjesë e IPv6, ndaj struktura e tabelit është e thjeshtë, është e njëjtë për të gjitha hyrjet. Dhe krahas këtyre informacioneve në tabelën e rrotimit kemi edhe një të dhënë tjetër që e përmendëm pak më përpara, është edhe distanca administrative. Duhet kemi parasysh që një hyrje rruge për një rrjet specifik, për një adresë, ai mund të afishohet njëherë në tabelën e rrotimit. Megjithatë, është e mundshme që tabela e rrotimit të mësojë për të njëjtin rrjet nga më shumë se një rrugë burrim. Veç disa rasteve specifike, zakonisht vetëm një protokoll rrotimi duhet të implementohet në router. Por ka raste kur në router mund të konfigurohen më shumë se një protokoll dhe të dy protokollat e rrotimit mund të njohin një destinacion në rrugë të ndryshme. Çdo protokoll rrotimi, duke qenë se e njeh në rrugë të ndryshme destinacionin, do të kemi parasysh se duke qenë se përdorin rrugë të ndryshme, do të thotë ato përdorin metrika të ndryshme për të arritur destinacionin. Dhe kjo shton disa pyetje, se si një router zgjedh rrugën në varësi të protokolleve, cilën rrugë më të mirë të marrë, dhe cila nga këto rrugë pastaj duhet të shtohet në tabelën e rrotimit. Cisco-IIS përdor atë që njihet si distancë administrative për të përcaktuar rrugën e cila tashmë do të shtohet në tabelën e rrotimit. Distanca administrative tregon rrugën më të besueshme për dërgimin e të dhënave në destinacion. Dhe sa më e ulët të jetë distanca administrative, aq më e besueshme është edhe rruga për dërgimin e të dhënave. Dhe në rastin e të dy mund të jetë përdorur për protokolli EIGRP dhe OSPF. Protokolli EIGRP e ka administrative distance si 90, ndërsa OPSHORTPF e ka si 110. Ndaj, nëse të dy protokolli janë të konfiguruar në router, në tabelën e rrotimit do të shtohet rruga e cila njihet me anë të protokollit EIGRP, sepse e ka administrative distance më të ulët. Një shembull I ngjashëm është në momentin që një router mëson për
rrjetin remote me anë të rrutimin statik dhe rrutimin dinamik, po marrim përsëri offershort path first. Rruga statike ka distancën administrative si 1, ndërsa offershort path first tham se është 10. Duke qenë se këto kemi të dyja, atëherë në tabelën rrutime do të fishohet si rrugë më e besueshme për të arritur një destinacion i njohur nga këty dy lloj rrutimi, do shtohet ajo statike sepse e ka administratën e distancës më të ulët. Në këtë tabelë listohet edhe disa lloj protokollesh dhe distanca administrative e secilit prej tyre. Dhe duke qenë se diskutuam mbi rrugën statike apo dinamike, dhe se si ruteri e krijon tabelën e tij të rrutimit në varësi të konfigurimeve që janë realizuar me të, nëse kemi konfigurime rrugësh statike apo të mësuar me anë të protokolleve dinamik. Tashmë e dim që rrutimi ashtu si adresa IP mund të jetë statik ose dinamik. Por cili nga këto lloj rrutimesh është më i mirë të përdorur dhe kur? Përgjigjja është të dy janë të mirë për të përdorur, por në varësi të asaj se ku ne duhet t'i përdorim, atëherë lind nevoja e secilit prej këtyre dy rrutimeve. Ne e përdorim rrutimin statik në ato raste kur kemi si default route për të bërë forward paketave për tek service provider, ose për rutrat të cilët ndodhen jashtë router domain dhe nuk mësojnë në mënyrë dinamike me anë të protokolleve të rrutimit dinamik, ose kur një administrator rrjeti don që në mënyrë specifike të përcaktoj një rrugë për një rrjet specifik. Dhe gjithashtu, kur bëjmë rrutimin me anë të rrjeteve stub network. Rrugët statike janë të nevojshme dhe të përdorshme për rrjete të vegjël me vetëm një ose dy rrugë për në outside network. Ato ofrojnë siguri në rrjete të mëdha për disa tipe trafiqesh, ose kur ne duhet të bëjmë link, pra lidhje për rrjetet e tjerë që kanë nevojë për më shumë kontroll. Ndërsa, për sa i përket atij rrutimit dinamik, i cili përdor protokollet dinamike për të mësuar mbi rrjetet remote, e ndihmon administratorin që të menaxhojë time consuming dhe procesimin e konfigurimit dhe të mirëmbajtjes së tabelës së rrutimit. Protokollet e rrutimit dinamik implementohen në çdo tip rrjeti, të cilët konsistojnë në më shumë se disa rutera. Protokollet e rrutimit dinamik janë të shkallëzueshëm dhe në mënyrë automatike përcaktojnë rrugën më të mirë nëse se ka ndryshime në topologjinë e rrjetit. Ndaj, protokollet e rrutimit përdoren në ato skenar, pra në ato raste kur theksojmë edhe një herë, rrjeti konsiston në më shumë se disa rutera dhe duhen disa rrugë. Kur kemi ndryshime në topologjinë e rrjetit që kërkojnë në mënyrë automatike të përcaktohet rruga më e mirë për të arritur destinacionin, ose në rast kur kemi përshkallëzim të rrjetit, sepse ndërkohë që rrjeti rritet, protokollet e rrutimit dinamik në mënyrë automatike i shtojnë këto rrjete të reja në tabelën e rrutimit. Dhe këtu është edhe një krahasim për sa i përket të dy llojeve të rrutimeve, për sa i përket dinamik dhe rrematik, në kompleksitetin e konfigurimit, çfarë ndodh nëse ndryshon topologjia e rrjetit, çfarë ndodh nëse kemi përshkallëzim të rrjetit, pra shtim të pajisjeve të reja, në çështjen e sigurisë, në përdorimin e resurseve dhe në përcaktimin e
Parashikimi të rrugës në momentin që ndodh ndryshimi i ri. Protokollet e rrutimit kanë evoluar me kalimin e kohës dhe në varësi të kërkesave që ka rrjeti, ka ndodhur edhe evolimi i këtyre protokolleve, ku fillimisht është filluar me Routing Information Protocol, i cili më vonë u përmirësua dhe të gjithë protokollet e rrutimit dhe evolimi i tyre dhe në momentin ku këto protokolle janë afishuar, janë të treguara në këtë time frame. Ndërsa në tabelën më poshtë janë të listuara protokollet e rrutimit në qoftë se janë Interior Gateway Protocol apo Exterior Gateway Protocol dhe nëse janë Distance Vector apo Link State Protocol. Distance Vector, Link State dhe Path Vector si protokolle rrutimi i referohet tipit të algoritmit që këto protokolle përdorin për përcaktimin e rrugës më të mirë. Duhet kemi parasysh që protokollet e rrutimit ka një set procesesh, algoritmesh dhe mesazhesh të cilët i përdorin për të shkëmbyer informacioni rrutimi me të rrutërat e tjerë në mënyrë të tillë që të bëjnë popullimin, pra mbushjen e tabelës së rrutimit me informacion mbi përzgjedhjen e rrugës më të mirë. Qëllimi i përdorimit të protokollit të rrutimit është pikërisht për zbulimin e rrjeteve remote, mirëmbajtjen e të updetuar të tabelës dhe informacioneve të rrutimit, duke përzgjedhur rrugën më të mirë për të arritur destinacionin dhe aftësinë për të gjetur rrugën e re nëse se ka ndryshime në rrjet ose nëse një rrugë ekzistuese bie tashmë nuk ekziston. Komponentë kryesor të protokolleve të rrutimit dinamik përfshin data structure, ku protokollet e rrutimit në mënyrë të tipike përdorin tabelën ose një database për operacionet, pra ndërveprimet që atë kryen dhe ky informacion ruhet tashmë në random access memory. Kemi mesazhet e protokollit të rrutimit dhe kemi tipe të ndryshme mesazhesh, duke përfshirë që nga Discover Neighbor Routers, Exchange Routing Information dhe mesazhet e tjera të cilët përdoren për taske të ndryshme, madje edhe për të mirëmbajtur informacion në lidhje me rrjetin. Gjithashtu është edhe komponent kryesor përsa i përket protokollit të rrutimit është algoritmi, ku është një listë hapash që përdoret për të përmbushur një task të caktuar. Protokollet e rrutimit përdoren algoritmet për të përcaktuar edhe informacionet e rrutimit dhe rrugën më të mirë për dërguar për të dërguar të dhënat në destinacion. Protokollet e rrutimit i lejojnë rrutrave që në mënyrë dinamike të ndajnë informacione për rrjetet e tyre remote dhe në mënyrë automatike ato ofrojnë shkëmbimin e informacioneve mbi të dhënat e rrutimit të tabelës së rrutimit që ato përmbajnë. Gjë që tregohet edhe në këtë animacion. Ndërkohë duhet kemi parasysh se përpara se një rrugë remote të shtohet në tabelën e rrutimit, protokollet e rrutimit duhet të përcaktojnë rrugën më të mirë për të arritur këtë destinacion dhe përcaktimi i best path mund të përfshijë evolimin dhe llogaritjen e disa rrugëve të njëjta për të arritur destinacionin dhe selektimin e asaj më të mirës për të arritur atë destinacion. Meqenëse se ekzistojnë disa rrugë të njëjta për të arritur një rrjet, duhet kemi parasysh se secila rrugë përdor një ndërfaqe të ndryshme
në router për të arritur rrjetin pasardhës. Rruga më e mirë selektohet me anë të protokolleve të rutimit dinamik bazuar në disa vlera ose metrika të cilët përcaktojnë distancën për të kaluar nga një rrjet në një rrjet tjetër. Një metrik është një vlerë kuantitative e cila përdoret për të matur distancën për një rrjet të dhënë. Rruga më e mirë për një rrjet është rruga e cila ka metrikën më të ulët. Protokollet rrotimi dinamik përdorin rregullat e tyre dhe metrikat e tyre për të ndërtuar dhe updateuar tabelat e rutimit. Algoritmat e rutimit pastaj gjenerojnë një vlerë ose metrik për secilën rrugë të rrjetit. Metrikat mund të bazohen në një karakteristikë të vetme ose në disa karakteristika për përcaktimin e rrugës. Disa protokolle rutimi e bazojnë selektimin e rrugës në disa metrika duke i kombënuar ato në një metrik të vetme, që janë të listuar edhe në këtë figurë. Ndërkohë duhet kemi parasysh çfarë ndodh kur një router ka 2 ose më shumë rrugë me të njëjtën kost, pra me kosto të barabarta për të arritur destinacionin. Dhe si e bën ai forwarding e paketave dhe cilën nga këto rrugë ai zgjedh si rrugën më të mirë për të dërguar paketat. Në këtë rast, routeri nëse ekzistojnë 2 ose më shumë rrugë për të arritur destinacionin që kanë të njëjtën kost, atëherë ai bën balancimin e dërgimit të dhënave dhe quhet load balancing, që do thotë routeri tashmë e dërgon paketat duke bërë balancimin e ngarkesës në të gjitha rrugët për të arritur destinacionit. Pra bën dërgimin e paketave në disa ndërfaqe, të cilët janë të listuar në tabelën e rutimit. Në qoftë se konfigurohen në mënyrë e duhur, load balancing mund të bëj uljen e problemeve në rrjet dhe ajo mund të rrisë efikasitetin dhe performancën e rrjetit. Kjo implementohet zakonisht në protokollet rutimi dinamik dhe mund ta shohim edhe në këtë figurë se si bëhet load balancing, pra se si dërgohet të paketet për në destinacion. Kjo është për sa i përket edhe pjesës së dytë të koncepteve të rutimit dhe nëse ju pëlqeu materiali, ndajini ato mes shokësh dhe nëse jeni të rinj në këtë kanal, do ju lutesh të bëni subscribe kanalit në YouTube. Faleminderit, shihemi së